gjatë, jetësimi i cili ka nisur me raportin famkeq të Dick Martit që mos gjet kur preje aty ku është, për trafikim të organeve nga udhëheqja e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Dhe ai plan është shtyr përpara në përfaqësuesit e Vladimir Putinit në Këshillin e Evropës. Dhe më tutje është ngritur mbi një rezolut të Këshillit të Evropës, të cilët sot e gjithë ditën për turpin e Këshillit të Evropës nuk gjen kurajo ta rishikojë, pasi asnjë lloj trafiku organesh nuk është provuar në asnjë formë. Dhe pastaj i plan ka vazhduar më tej me një gjykat, një proces që ka marrë jetë në ditën kur presidenti i Republikës Kosovës ishte nisur për Washington. Dhe është kthyer nga rruga e një takimi ku do të hidhe një hap tjetër për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë nën kujdesin e presidentit të kohës dhe të sotëm, njëkohësisht të Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump, pasi qartësisht forcat tjera nuk e dëshironin që të ndodhte